Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Dielli këtë linjë përsëris. Ti papajshëm. Tërsisht. Ti papajshëm. Ti papajshëm. Georgia Goldstein. Ushtria çlirimtare e Kosovës nuk u krijuan nga një dëshirë monarku, nga një urdhër gjenerali, nga një vendim parlamenti, a nga një dëshirë aventurieri. Ushtria çlirimtare e Kosovës lindi nga pjekuria politike e popullit Kosovës për identitet kombëtar dhe vullneti i tij për të fituar lirinë dhe pavarësinë nga pushtuesi shekullor serb me forcën e armëve. Mirëmbrëma kudo që na ndiqni. Siç e pat dhe promën televizive, të premten me 3 prill në Kineman ABC do të shfaqet premiera e dokumentarit Akuzat nuk qëndrojnë, me autor veteranin e gazetarisë Aslan Bajrami. Kam kënaqësinë ta kem në studio. Aslan, mirëmbrëma, faleminderit. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë. Ju në veterani gazetarisë me zërin tuaj janë rritur breza gjenerata duke ndjek kryesisht lajmet që kanë mirëmbajt persekutimin kolektiv të shqiptarëve në rrethana të ndryshme. Por kanë ndjek dhe Aslan Bajramin në kohë paqe, në televizionin publik të Kosovës, në televizionin shqiptar. Kudo që ke qenë, ke operuar, aktivisht nuk ke qenë fare i lëshëm, me lejohet pak ta glorifikoj profilin tënd i pa lëshëm në kohë lufte dhe në kohë paqe. Sot ke realizuar këtë emision dokumentar dhe jo të vetëm, ke realizuar disa prej tyre. E ke merak fushën zhanre dokumentari televiziv. Akuzat nuk qëndrojnë është dokumentari që sjell në publik rrëfime avokatësh, ata që kanë observuar nga afër gjithë këtë proces të vlerësuar, të turpshëm të një drejtësie gjykatës speciale në Hag, kundër zotit Thaçi, zotit Veseli, zotit Krasniqi, zotit Selimi. Çka ka brenda këtij dokumentari që mund ta ndani me ne? Ky dokumentar nuk erdhi spontanisht. Unë për dokumentarin kam menduar prej kohësh. Për faktin, si që thatë edhe ju në krye të herës, është një gjykat ose një gjyq që pa drejtësisht ka në bankën e të akuzuarve krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përkatësisht ajo që është vlerë emblematike, si që është lufta çlirimtare e Kosovës. Duke patur parasysh këtë fakt, kohëve të fundit dhe veçanërisht pas arrestimit të liderëve të UÇK-s, ka pasur mjaft përpjekje edhe nga organizatat e luftës dhe nga platforma Liria ka emër, që të krijojnë një zë proteste të fuqishëm përballë një gjykate e cila doli nga orbita për çfarë edhe ishte krijuar. Dhe kjo më ka inspiruar që unë të punoj diçka dhe me vetë iniciativën time, domethënë e mora këtë nismë dhe realizova një dokumentar dhe i vura titullin Akuzat nuk qëndrojnë. Si erdhi këtë titull që unë dokumentarin ta emërtoj kësaj, nga Wesley Clark.
generali me 4 yje i NATO-s në kohën e luftës së Kosovës. Më la përshtypje mbrojtja e tij, domethënë në cilësinë e dëshmitarit të mbrojtjes, kur prokurori e pyet dhe i shtron pyetjen e fundit. Një pyetje që zakonisht prokurorët e bëjnë, por nëse marrin përgjigje siç është përgjigjur Clark, ata do të bënin edhe 10 pyetje të tjera, por ai nuk i bëri. General tha, kam edhe një pyetje të fundit. Sipas jush, a qëndrojnë apo nuk qëndrojnë akuzat? Dhe ai përgjigjet me një fjali, akuzat nuk qëndrojnë. Prokurori, faleminderit tha për përgjigjen, pyetje tjera nuk kam. Dhe kjo për mu ishte intriguese. Pastaj edhe në fjalën përfundimtare vetë ish presidenti Hashim Thaçi e ka përmendur 2-3 herë këtë fjali, akuzat nuk qëndrojnë. Dhe kjo ishte domethënë për mu signifikative që ta vej këtë titull. Frymëzimin e morën nga Clark. Nga Clark. Ai që bashkuthoi me UÇK-n me popullin e Kosovës duke vullosur lirinë. Para se të ndodhte dëshmia aty, unë kam menduar disa tituj, por të gjithë ranë. Kjo ishte urrëzuan edhe besoj që do të rrëzohet edhe propozimi i prokurorisë. Për faktin që ata që e kanë ndjekur dhe në dokumentar faktikisht unë kam marrë njerëz të fushës së jurisprudencës, të cilët nga backgroundi që kanë ato, edhe në çështje gjyqësore, por edhe si avokat, edhe të atashuar në dhomat e specializuara përballë dëshmitarëve të ashtu quajtur dëshmitar dhe të dyshuar, kanë shumë fakte dhe shumë argumenta për të rrëzuar çdo gjë që prokuroria ka pretenduar. Nëse më lejohet, unë për hir të opinionit dhe të teleshikuesve, është mirë ta sqarojmë se kjo gjykat erdhi menjëherë pas vendimit domethënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë me 22 korrik të vitit 2010, kur paneli i gjyqtarëve të kësaj gjykate të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, po ashtu me Selin Hag, katërcipërisht tha se shpallja e pavarësisë e Kosovës nuk bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare. Menjëherë pas këtij vendimi, i cili bëri jehon dhe e rriti edhe kredibilitetin dhe pozicionin ndërkombëtar të Kosovës, ka qenë diplomacia serbe dhe ruse e cila është vënë në ofansiv. Dhe një nga deputetet e saj, ose senator, si që quhen ndryshe, në Këshillin e Evropës, një Kosaçev. Konstantin Kosaçev, ambasadori rus, po? Ai ndërmerr një mocion, bën një propozim, përkrahet, lobon fuqishëm dhe caktohet një reporter, siç ishte Dick Marty, zviceriani Dick Marty, për të bërë një raport sipas librit të Carla Del Pontes, e cila pas qëndrimit 2 muaj në Beograd, e nënshkruan një diçka që unë dyshoj se ajo ka qenë autore të Akademisë Sërbe të Shkencave dhe të Arteve. Ku shqiptarët paraqiten, siç na kanë prezantuar neve prej shekujsh, sërbet dhe politike e tyre gjenocidale, si njerëz acivilizues, si njerëz që i takojnë një parashteti, ku ta diune, dhe ajo pastaj ngre dhe akuza gjoja se edhe UÇK-ja gjatë luftës ka bërë krime, ka vrarë civil. Ky libër është marrë si pretekst, se cilit i referohet Dick Marty, por ai ka thënë në një konferencë shtypi se unë kam pasur të depozituara rreth 100 depozitime të shqipfolsve, pa dhënë emra. Dhe kjo është ajo fatkeqësia e madhe. Pastaj ju e dini është dhënë në lëvizje edhe Bashkimi Evropian, ka krijuar të ashtu quajturën Task Force për të hulumtuar gjithçka çfarë pretendojnë në raportin e Dick Martyt. Me që sërbet humbën, morën goditje nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, e cila nxorët, siç thotë, dhe ju aslan duke sjell këtë konstatim tepër të rëndësishëm për shtetin e Kosovës, se shpallja e Republikës Kosovës nuk kishte në kundërshtim me drejtën ndërkombëtare. Dhe këtu mori Serbia një goditje të madhe dhe minjerë u aktivizuan me rusët se si ta ndalin konsolidimin e Republikës Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare, si ta bindin botën që shteti Kosovës ka në krye kriminal, që komuniteti perëndimor bashkëpunoi në luftë dhe paqë me kriminal për ta bërë një shtet, siç thonë serbët, të paqen falso demokratike kështu me radhë.
nuk u ndalën dhe nuk patën sukses. Aslan. Mbi akuzën e trafikimit organeve, gjithçka nisi, ku perëndimi u gozhdua, duke konsideruar që vetë hemisfera perëndimore respekton drejtat dhe liritë themelore të njerëzit, respekton demokracinë dhe heshti dhe u detyrua t'i bëj presion të madh Kosovës që ta bëj gjykatën speciale. Kjo gjë ndodhi që 5 vite, 6 vite po bëhen thaqe dhe tjerët. Ai që shpalli pavarësinë që drejtoi negociatat, ku vetë ke intervistuar në vitin 1999 sapo është kthyer nga Rambuje. Pikrisht raporti Dick Martit u mor si justifikim për krimin e dhomave të specializuara. Ishte edhe ky presioni që ju sapo përmendën ndërkombëtar, i aleatëve tanë, me qëllimin që Sistematik i madh ka qenë. Që Kosovës të hiqet ereja e zezë. Unë do të bëj pak histori. Nëse referohemi historisë dhe filozofisë politike serbe, ato gjithmonë kanë manovruar sipas parimit të kundërtave. Po ta marrim fillim shekullin e 20 dhe pas shpalljes së pavarur të shtetit shqiptar, kur filloi kolonizimi i Kosovës dhe kur në tokat tona vinin komisione observerësh dhe zhguesësh të huaj, anglez, francez, gjerman, qa bënin serbet? Serbet i veshnin me kostume kombëtare gjandarmerinë e tyre dhe i detyronin të qellojnë në drejtim të komisioneve, pavarësisht se nuk i vrisnin. Dhe arshyetoshin, ja kush janë shqiptarët. Këta janë të pacivilizuar, se i veshnin me kostume kombëtare, me pastaçia, ku ta diune. E njëjta gjë pastaj përsëritet në një formë tjetër, në kohën e luftës së UÇK-s, kur ata vrasin fëmijët e vet në një kafe, në një panda që quajnë në pej, dhe janë veshën shqiptarëve. E njëjta gjë mendoj unë, që ta shkurtoj këtë histori, ka ndodhur edhe me transplantin e organeve që serbet ja i kanë bërë transplantin shqiptarëve që i merrnin kohën e bombardimeve, i çonin Beograd, ja u merrnin organet, i hidhnin Danub ose në pistat e aeroporteve. Kjo ka ndodhur. U mbeshnin këto shqiptarë. Edhe ja u kanë veshur shqiptarëve. Ata kanë mund ta marrin parasysh se një ditë ky krim gjenocidal do të mund të zbardhej dhe kanë marrë hapa pararendës. Dhe kanë investuar edhe përmes lobimit, edhe Dick Martit. Dhe doli pastaj kur Beja krijoi atë task force-n, një Williamson ka qenë diplomat dhe Amerikan po. Edhe prokuror amerikan, ai vetë ka bërë hulumtimën në atë kohë si gazetar dhe korrespondent nga Tirana për Radio Televizionin e Kosovës, kam pasqyruar disa kronika nga fshati Gur, kur vinin këta me sonde, me kutadione, bënin hulumtimin Shtëpinë e Verdhë. Shtëpinë e Verdhë, rrethinat e shtëpisë së Verdhë, varrezat, projnë, lumejt, gjithë ato, dhe dolen me përfundimin se këtu nuk janë gjetë gjurmë, as biologjike, as mjete spitalore, as nuk është identifiku vendi i krimit për cilin pretendoj, dhe raporti Dick Martit ra. Edhe unë me Kombet e Bashkuara kam bërë një hetim më herët. Por kjo ishte përfundimtarja. Kjo ishte përfundimtarja. Dy hetime, asnjëri as tjetri nuk gjetën përfundime. Që ka ekzistuar Shtëpia e Verdhë. Jo dini paraprakisht. Pavarësisht një dokumentare që kishte realizuar Media Birn mbi këtë, që kishte nisur gjithë rrefimin mbi këtë tregim të paqen. Në atë kohë, në kohën e luftës, pas fillimit bombardimeve, Serbia, këto që i qonte në Beograd, ju bënte edhe obduksion në spitalin ushtarak. Viktimat, po. Ishte një koligjore finlandeze, kanë qenë dy. Njëra ka qenë Kosovë, që ka bërë obduksione, këtu kur vinin të vrarit në masakrën e Izbicës, u varrosnin, u çvarrosnin e kutadiun, njëra ka qenë Beograd. Ajo e ka konstatuar në atë kohë në mediat serbe, ne e kemi transmetuar në Radio Televizionin Shqiptar, se në 3 trupa që unë bëra obduksionin nuk gjeta organet të mrenshme. Dhe ajo zonjë nuk gjendet më, nuk figuron ku jeton, ku është. Kjo është diçka që e argumenton dyshimin e bazuar se transplant organesh dhe trafikim organesh pikrisht që ka punuar në obduksion në miksi ligjore në Beograd. Beograd, ajo e ka konstatuar. Viktimave shqiptare, civile,
3 personave që ajo ju ka bërë obduksion nuk ka gjetur në trupin e tyre të vdekur organet e brendshme. Që konfirmon dyshimin se vetë serbët kanë bërë transplant organeve. Dhe jam kanë vesh shqiptarë. Jam kanë vesh si që thash, historikisht, çfarë kanë bërë me ne. Ku është kjo zoja? Ke informacion? Kjo zoja nuk kam informacion, unë jam munduar ta gjej, nëpërmjet burimeve nga më të ndryshme, nuk figuron më. Nuk figuron si person që jeton ose në Finland ose në Serbi. Unë e dyshoj shumë, si që kanë kërcënuar Dik Martin pastaj. Jo kërcënuar, vetë serbët, por ata e kanë projektin e tij, kur e kanë detyruar dhe ai ka rëshkit në këtë lloj mashtrimi, ta quajmë mashtrim. Fjala më e butë e mundshme, se mund të ketë qenë edhe pjesë e një projektit paramenduar mirë, po ta zëm se ka rëshkitur. Ai kur e ka kuptuar se mund të eliminohet fizikisht. Nga serbët dhe rusët, po. Këtë e ka identifikuar shërbimi sekret zvicerian, ai faktikisht vdiq. A vdiq se shkojnë në një restorant edhe ka mundur dikush nga bija serbe të paguaj një kamarjer, ta helmoj e tjera, këto janë dyshime që duhet verifikuar. Por ai mos flas të vërtetën në tregim. Sonë kom pas informacione, besoj se dhe ju, sa në prillin e vitit kaluar ka dashur me dëshirën e tij të shkoj edhe të dëshmoj në dhomat e specializuara. Po. Unë kam menduar se ai do të kërkonte falje dhe ndoshta do të kërkonte falje. Dhe gjitha këto që kanë qenë edhe protesta. Kjo do ta komprometonte shumë edhe Këshillin e Evropës. Gjithë investimin ndërkombëtar mbi këtë proces. Edhe Këshillin e Evropës. Shumë të drejtësisë. Ju e dini që edhe kryeministri Rama ka bërë një përpjekje në Këshill të Evropës. Po. Dhe ka folë me terma tepër tashme. Po edhe në Këshill të Evropës. Dhe ka kërkuar rividimin e rezolutës, shfuqizimin e saj dhe një kërkim falje të madhe të Këshillit të Evropës si organizmi që mbron drejtat e njeriut në masën 99%. Por kjo s'ka ndodhë. Për atë arsye funksionon ai këshill. Ju e dini se edhe Kosova ka qenë shumë afër të antarësohet në Këshillin e Evropës, për shkak të disa burokracirave, me qëllim ose pa qëllim, që janë bërë nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës, që është dashur të depozitohet një projekt status i asociacionit. Kjo është dërguar në ditën që mbahet mbledhja dhe Këshilli i Evropës nuk e ka konsideruar të mirë qenë dhe Këshilli i Ministrave të Këshillit të Evropës e ka refuzuar kërkesën e Kosovës, sepse po të ishte Kosova antare e Këshillit të Evropës, unë mendoj se të akuzuarit, krerët e UÇK-s do të përfitonin shumë kuptimin e shkeljeve me 2 këmbët të drejtave më elementare të pandehurve. Kush flet në dokumentar për gjithë këtë proces të administrimit, një drejtësie mjaft të kritikuar që shkelis vetë standardet perëndimore mbi një proces të arsyeshëm kohor që do duhet ndodhë. Një gjykim në kohë të arsyeshme është drejt themelore e njeriu, që nuk ndodhi. Emrat e njohur të jurisprudencës tonë në Kosovë, duke filluar nga akademik Arsim Bajrami, i cili në kuadër të Akademisë së Shkencave ka bërë një studim mbi gjykatën speciale si një mashtrim dhe e vërteta mbi këtë gjykatë. Flasin edhe emrat e tjerë të njohur për publikun e gjerë, siç është Artan Qerkini, një avokat i nderuar, doktor i shkencave të jurisprudencës, i atashuar pranë dhomat specializuara, i ka shoqëruar dëshmitaret e ashtuquajtur të dyshuar. Pastaj flet Ardian Bajraktari, po ashtu një avokat i njohur, avokat i popullit Kosovës, i cili ka pasur telashe për takuar qoftë homologun e vet brenda dhomave të specializuara. Ky është Naim Qelaj, flet edhe përfaqësuesi i institutit. Ishte kritik Qelaj shumë për mënyrën. Po, edhe përfaqësuesi i Institutit për Drejtësi të Kosovës, Ehat Miftaraj. Këta avokat, domethënë, përfshirë edhe akademikun, shpërfaqin gjithë prapaskenën e kësaj gjykate, si e qysh është krijuar, si ka devijuar nga ajo për çfarë ishte themeluar mbi bazën e raportit të Dik Martit dhe merr krejt orientim tjetër. Unë mendoj se këta me argumentat që kanë prezantuar, nga ajo çfarë është parë në këto 5 vite gjysmë të procesit, edhe pararëndës, edhe kur ka filluar shqyrtimin e themel me 3 prill të vitit 2023, argumentojnë fuqishëm dhe hedhin poshtë, siç kanë hedhur edhe dëshmitarët e mbrojtjes, çdo pretendim të prokurorisë e cila mundohet që përmes akuzës që ngarkojnë ish-krerët, ato të njollosin edhe UÇK-n dhe vlerat e saj. Unë mendoj se dokumentari, nëse ndiqet nga opinioni profesionist, po edhe nga opinioni gjerë publik,
do të marrin informacion të mirëfillt mbi gjitha prapaskenat e kësaj gjykate, mbi gjitha pretendimet që ngre prokuroria, e cila thuj se çdo akuzë e mbështet në prova të marra nga Serbia. Jack Smith, i cili ka qenë në kryet e kësaj prokurorie të dhomave specializuara në kryet të herës, ai para se të ngrente akuzën, para se ta bënte publike njoftimin për akuzën në qershor të vitit 2020, ai takon ambasadorët e huaj në Kosovë dhe i paralajmëron se sipas indicjeve thotë që kam unë, këta të akuzuar mund të marrin dënime maksimale, të përjetshme. Të njëjtën gjë pastaj, kur akuza bëhet publike, ja ka transmetuar në një bisedë brenda ambienteve të gjykatës speciale edhe gjyqtarit të procedurës paraprake, një francez i cili tashmë është në listën e zezë amerikane, se këta, sipas akuzës, do të marrin dënimin maksimal. Kështu që ky gjykat si i procedurës paraprake faktikisht ishte në një presion të jashtëzakonshëm, që nuk merrte në konsiderat asnjë lloj ankimimi që bënte mbrojtja e të akuzuarve. Gjithmonë mbështeste dhe merrte të mirëqena çdo provë ose ankimim që bënte prokuroria. Nisës një proces drejtësie për të hequr re të zeza Kosovës dhe po shihet sipas observuesve që po përfundon shkiti në diçka krejt që ka të bëj, po ta marrësh kontingjentin e dëshmitarëve të prokurorisë, diku rreth 270-80, 115 prej tyre nuk kanë marrë pjesë fare në gjykatore. Ata kanë depozituar dëshmitë e tyre me shkrim për fat të keq. Edhe paneli gjyqësor ja ka miratuar prokurorisë këto dëshmi si prova. Pavarësisht se në vendimin përfundimtar ata mund edhe t'i hedhin poshtë, por t'i pranosh aq me lehtësi provat që i propozonte prokuroria nga dëshmitar që zvinin për dëshmuar e tjerë, kjo flet të qartë për një qëllim politik të kësaj gjykate speciale. U politizua gjithë procesi, sipas atyre që kanë observuar. Pikrish, po ta shikoni procesin gjyqësor, ose po ta keni ndjekur në vazhdimsi, ju do ta krijonit këtë përshtypje që në kryet herës. Për shembull, mund t'i numëroni shkelet kryesore që ka bërë trupi gjykues bashkë me prokurorinë, e cila po ashtu sipas kritikëve nuk dalloi edhe atë shumë. Ishin në një trajektor, një kurs që ndoqën ajo që është një shkelje flagrante dhe një nonsens juridik, është se prokuroria kur nuk arrinte ta provonte barrën e provës. Se barra e provës i takon prokurorisë. Nuk mjafton ti ta pyesësh një dëshmitar i cili të përgjigjet, thot unë këta persona nuk i kam takuar ndonjëherë, bëhet fjalë për katërshën e madhe të QK-s, por unë kam dëgjuar se filani në filan fshatin ose në filan zonën ose është rrëmbyer, ose është rrahur, ose është ku ta di unë marr peng. Kjo është dëshmi që nuk kalon kuptimin juridik sepse nuk është e faktuar. Nuk mundesh ti nëpërmjet një dëshmitari që vjen në gjykatorë dhe tregon çka ka parë edhe çka ka dëgjuar nga të tjerët. Dëshmitari është dëshmitar vetëm kur ka përballje të drejtë për drejtë me të pandehurit, kur të pandehurve ju thot në sy se ju më keni vrarë ose më keni marrë peng. Dhe për këtë unë kam edhe këtë dëshmitar që e di. Kjo s'ka ndodhur asnjëri nga dëshmitarët e prokurorisë, asnjëri nuk i ka alokuar emrat të pandehurve Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, se ata ju kanë bërë një diçka këtyre. Kjo prokurori do me thënë këtu ka shkit përfundimisht dhe ka ra prej dhe ka ra në kurthin. Po për trupin gjykues ç'thon? Trupi gjykues nuk ka qenë i paanshëm. Në një anë me prokurorin. Pikërisht shpesh herë ka ndodhur që një ose dy gjyqtar nga katërshja e panelit gjyqësor ta nxirrte prokurorin nga bataku që binte kur dëshmitarët ishin të hutuar, nuk dinin të përgjigjeshin, ka ndodhur, për shembull në dokumentar kjo është sa ngre shqetësimin e atyre që ke intervistuar Aslan, atyre profesionistëve nga akademik Bajrami dhe tjerët që sa ngre alarmin shqetësimin që meqense se kjo trup gjykuese nuk ishte e panshme, u bë palë me prokurorin në thuajse në pjesën më të madhe të procesit. Sa ngre shqetësimin që mund të marrë vendim të
të anshëm në fund procesit. Nëse ata që janë sponsorizues gjykatës kanë bërë për llogaritje, për interesa ku ta diune, mes këtij poli interesash dhe atij poli interesash në kuptimin e politikave të larta ndërkombëtare, kjo gjykatë, siç ka filluar, mund të përfundojë edhe si gjykatë politike, që do të ishte një shkelje, një precedent i jashtëzakonshëm në historinë e jurisprudencës perëndimore. Po ta krahasosh me çdo lloj gjykate tjetër, kuptimin e tribunaleve që organizohen, qoftë edhe nga organizata e Kombeve të Bashkuara, siç ishte tribunali për Jugosllavinë. Ato kishin standarde. Kjo ka dalë jashtë orbites. Jashtë orbites janë si Kush kontrollon këtë gjykatë sipas jush? Askush. Kjo gjykatë ka ca mekanizma. Dikuj duhet jetë. Formalisht ka një lidhje periferike, nëse më da them, me Kosovën. Kjo i ka disa rregullore të mbrendshme. Shtet paralel është. Po, për vetë kontroll, ju e dini kur është ndryshuar kushtetuta. Kujt jep llogari sipas atyre që ke intervistuar tash me këtë gjykatë? Kjo jep llogari vetvetes, domethënë, brenda vetvetes ka gjykatën e apelit, ka gjykatën supreme, gjitha këto brenda dhomave të specializuara, ka gjykatën kushtetuese dhe ka avokatin e popullit. Asnjëra nga këto mekanizma brenda kësaj dhome të specializuar të Kosovës nuk ka dhënë një shembull se e mbron të drejtën dhe të pandehurit i qunë të prezumuar në kuptimin e papajësisë. Kjo nuk ka ndodhur. Këtë e dëshmon më së miri avokati i popullit Naim Çelaj, i cili ka pasur kontakte edhe me të pandehurit, ku ata i kanë shprehur shqetësimet edhe për procedurat, edhe për problemet e tjera të sjelljes, të kushteve të paraburgimit, të komunikimit, qoftë me rrethin familjar, qoftë me ata që do duhet të konsultonin bile për këta akuzohen edhe për pengim të drejtësisë, sidomos Hashim Thaçi, etj, domethënë ti me familjar tu s'ke mund të thush, shikoj se do në me marr në qafë, edhe ju lutem, kontaktoni filan avokatin Kosovë ose filan juristin që të kontaktoj me disa njerëz, të cilët janë të shitur, të paguar, të përdorur, etj për përfitime të veta në shërbim pikërisht. Domethënë, këto janë privatësi, unë kam drejt me gruan time, me ata që vinë të më vizitojnë në kushtet e paraburgimit, të hapin gjithçka që ka të bëj me akuzën ndaj meje. Kjo faktikisht është quajt pengimi drejtësisë. Fizikisht ndodhet në Evropë. Kjo ndodhet në Evropë. Fizikisht. Praktikisht duket se operon me standarde të Bielorusisë. E të vendeve autokratike. Edhe me të Serbisë. Edhe me Serbisë. Sepse Serbia e ushqej bazamenti akuzës, po ta merrni kundër UÇK-s. Serbia është ushqej këtë tregim. Po ta merrni akt akuzën, ta lexoni. Çanse është në zemër të Evropës. Po ta merrni akt akuzën, ju do ta shihni se as Beogradi më mirë s'do ta kishte përpiluar, po e marr parasysh këtë pjesën e akt akuzës që është bërë publike se një pjesë e madhe e dëshmitarëve, domethënë kanë qenë të mbrojtur, gati gjysmë e atyre që nuk e din pastaj vetëm të pandehurit e din. Sa ata s'mund ta bëjnë publike tash. Por gjysma e dëshmitarëve të mbrojtur, domethënë lanë shumë pikpyetje se ti nuk e kupton rrjedhën e procesit gjyqësor nga ajo që ti e sheh publikisht. Po, pjesa tjetër kur ata duan ta mbyllin seancën dhe ta bëjnë private, ne nuk e dim çfarë ka ndodhur. Nëse shkelin këto standarde, koleg, bëni mori tjera të shkeleve dhe lirive themelore të njeriu, duke mos i aprovuar ky trup gjykues asnjë kërkesë që pat pala mbrojtëse për Thaçin, për Veselin, për Krasniqin dhe Selimin. Kujt jep llogari, te kush duhet të ankohet, kush do për të realizuar një drejtë themelore në proces. Një pengesë ka ardhur nga vetë institucionet e Kosovës. Kur ishte shansi që ne të bëheshim antar me drejtat plota në Këshillin e Evropës, kjo gjë u pamundsu me fajin e institucioneve të Kosovës për shkak se nuk u depozitu në kohën e para se të mblidhej Këshilli i Ministrave të Këshillit të Evropës, projekt statusi i asociacionit. Kjo nuk do të thotë statutin, falni. Kjo nuk do të thotë që krijoi asociacioni, sepse ky projekt statut që do të depozitoj Kosova fillimisht do duhet ta dërgonte në gjykatën kushtetuese dhe të njoftonte Këshillin e Ministrave të Asamblesë se është depozituar në
gjykatën kushtetuese të Kosovës dhe gjykata kushtetuese e Kosovës do ta vërtetonte me një pranim dorëzim tek këtij statuti. Kjo s'ka ndodhur. Se po të ishim në Këshill të Evropës, normalisht mbrojtësit, avokatët, po dhe institucionet e Kosovës, avokati i popullit, edhe shteti i Kosovës do të kishte mundësi që shumë padrejtësi që janë bërë, shumë devijime që janë bërë edhe akta akuzës, të janë kimonin në Këshillin e Evropës. Unë mendoj se situata sot do të ishte krejt tjetër, po si duket, m'vje keq, nuk du të paragjykoj askënd, por mos depozitimi statutit në Këshill të Evropës, faktikisht dikujt i ka penguar që drejtat dalë në shesh, triumfoj ajo që ka qenë luftë e drejtë dhe çlirimtare, sepse këto personazhe mundohet për dikën kuptimin politik të fjalës kanë qenë pengesë. Dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Nuk po flasim për figurën politike të thacit dhe tjerëve që bën historinë. Për luftën me politë që solli pavarësinë liri. Kauzën map fisnike që bën luftën bashkë me popullin e Kosovës, me UÇK-n, për një kauzë fisnike, për lirinë e këtij vendi, që shpalli pavarësinë e këtij vendi. Dhe si e shikon gjithë këto vite, po them, edhe mënyrën se si funksionoi kuvendi i Kosovës, me mënyrën se si funksionoi kryeministri i Kosovës në raport me tribunalin e Hagës. Ja për shembull, në vitin ato të mund bënin do të mund bëjnë një gjë shumë e madhe. Alarmonin një segment, një dimension të rëndësishëm që ka të bëjë me të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit, që janë pjesë. Ju e dini në vjeshtën e vitit 2020, në vjeshtën e 2020 në seancën e parë, kur lexohet akt akuza, asgjë s'është përmendur në akt akuzë nga raporti Dik Martit. Atë ditë është dashur të mblidhet në seancë jashtëzakonshme kuvendi i Kosovës. Edhe ta shpall null edhe ndryshimin kushtetues për krimin e dhomave, edhe ta shpall të pavlefshme çdo lloj vendimi ose devijimi të akuzës nga ajo mbi bazën e të cilës ishin krijuar dhomat e specializuara. Kjo s'ka ndodhur. Se po të ndodhte kjo, ne do të japim një mesazh të fuqishëm aleatëve të ëndra të parë edhe bashkisë ndërkombëtare se me ne nuk mund të lozet. Edhe të thuhet troç. Arsyeja pse u bë gjykata speciale ishte dyshime se UÇK kishte bërë transplant organesh. Kjo era. Pse kjo në akuzë nuk figuronte? Pse s'u mbledh kuvendi i Kosovës? Pse diplomacia e Kosovës në vitin 2020, në vjeshtën e vitit 2020, nuk morri hap atill? Kjo lën shumë dyshime, lën shumë dilema. Përse heshtën sipas jush? Heshtën sepse Kosova u fut në një situatë. Përse u lanë përse u lanë balt ato figura qendrore të historisë? Ju e dini në vitin 2020 fillun disa procese në Kosovë si produkt i një lëvizjeje që në vitet në dekadën e dytë të shekullit, të këtij shekullit, domethënë kaloi në një parti politike, nuk e njifte as dokumentin Atisarit, pavarësinë e çunte të pavlerë, e kuptoni? Domethënë çdo gjë e vinte në pikë pyetje. Dhe pikërisht në kohën kur fillon gjykata speciale, bëhet edhe ndrrimi i pushteteve në Kosovë. Emërohet një kryeministër. Zoti Kurti, po? Jo, fillimisht zoti Abdullah Hoti me një vot të kontestuar gjykata kushtetuese e çon jo kushtetuese zgjedhjen e tij dhe vjen në qeveri një koalicion i cili zgjat të formsohet si koalicion, por faktikisht krijohet koalicioni mes VV-s dhe LDK-s, pastaj prishet edhe ky koalicion dhe ne e kemi parë një pa interesim, një mungesë të interesimit institucional. Janë vënë pikpyetje edhe financat që janë miratuar me ligj, avokatët shpeshherë nuk i kanë marrë ato shpërblimet që u takonin sipas ligjit të vetë kuvendit Kosovës. Gjitha këto flasin se në kuptimin politik të fjalës, këtu ne kemi pas probleme. Për ju ishte inati, ishte urrëtia që ishte edhe inati, edhe urrëtia, po edhe mohimi i asaj çfarë ata publikisht si lëvizje vetëvendosjes e kishin deklaruar se nuk e njohin pavarësinë e Kosovës në formën që është shpallur me referencë dokumentin Atisarit.
janë dhe angazhohen për një republikë të tretë ashtu quajtur, etj. Gjitha këto faktikisht lënë me nënkuptu se ka pas një qëllim që kjo klasë politike që ishte, edhe produkt i asaj që ishte epokale, lufta çlirimtare, që e solli edhe lirin, edhe çlirimin, edhe pavarësin, duhet të lihet në margjina të historisë dhe ne jemi ata me cilët fillon tash historia. Mendoj kështu, pa u futur në detaje tjera dhe hipoteza që hidhen në hamendësime, unë mendoj se kjo ka qenë filozofia politike e atyre që sot i kemi në pushtet në një mënyrë, dhe këto e kanë na shkaluar një diçka që rrezikon të sotmen dhe të ardhmen e Kosovës. Hipotetikisht ta themi, nëse këto dënohen, fatkeqësisht Serbia dhe Rusia, si aleate e soj, me aleatet e vjetër të tyre, pavarësisht se në vendet perëndimore, ata munden të shkojnë më tej. Mund të grejnë akuza pastaj edhe kundër NATO-s. Mund të grejnë akuza edhe kundër vendeve që e ka njohur Kosovën. Jo thoni që qeveria heshti, nuk e kreu qeveria, detyren kuvendi, ministria jashtme, për ta ruajtur një proces historik nga goditjet e mirë menduara të Serbisë dhe Rusisë. Për vetë faktin që ju thashun, kur është lexuar këtë akuza dhe nuk është përmendur dokumentin mbi cilin është krijuar gjykata speciale, që ka qenë raporti i Martit, dhe nuk e ka shpall null vendimin e vet dhe ndryshimet që i ka bërë në kushtetut për mi revidu, unë mendoj se janë gabime dhe jo veç gabime, po janë faje. Faje që historia do t'i gjykoj më drejt se unë edhe çdo kush tjetër. Unë ndoshta jetoj në këtë kohë, në këtë situatë, mund të kem ndonjë ku ta diunë, domethënë ndjeshmëri për ato ose për këtë, por realisht nëse historia e shohim këtë të vërtet, historia do t'i gjykoj. Sepse ka mundur kjo gjykatë qysh në kryet herës, ndoshta edhe të llogaridhënie, Aslami, llogaridhënia është instrument i demokracisë. Të zhbëhet. Po bënë 2020-ën, ka mund të bëhet para 2 vjet e ca kur ishim në shansin më të madh bëhemi antar të Këshillit të Evropës. Rusia nuk ishte më në Këshill të Evropës. Ne nuk e shfryzum këtë shans. Për gjoja se u vonua ministria e atëhershme jashtme për ta depozituar statutin dhe ndodhi kjo që ndodhi. Shiko, unë jam megjithatë optimist. Si e cilësoni një deklaratë që sapo edhe këto vetë ish ministria e punëve të jashtme, sot ministre e drejtësisë Sonja Donika Gërvalla, kur u pyet nga gazetarët se si e cilëson gjithë procesin Hag dhe shqetësimin që kanë avokatët e zotit Thaçi dhe të tjerëve, tha që nuk komentoj një gjykatë cilën e ka themelu Kuvendi i Kosovës. Ndërkohë, çdo ditë që çel mëngjesi zonja Gërvalla e shumë kolegë të saj në qeveri, vetë shefin e qeverisë, sulmojnë sistemin tonë gjyqësor, gjykatën kushtetuese. Shihni se ka hipokrizi në këtë proces, nuk komentojnë një proces drejtësie, një gjykatë që themeloi Kuvendi dhe nga mëngjesi ndarë figurativisht, po them kështu, sulmojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Kjo është për të justifikuar mos veprimet e tyre shtetërore dhe institucionale. Në kushte normale, normalisht një zyrtar shtetëror ka të drejtë mos prononcohet në kuptimin e një vendimit të një gjykate, ku ta diun. Por në kushtet në cilat është krijuar gjykata dhe çfarë ka ndodhur në vijimsinë e procesit gjyqësor atje, kjo është për të justifikuar mos veprimin, sepse po të përgjigjej, ajo do të tregonte pa dashjen e vet ndoshta gjitha mungesat që i ka patur qoftë ministria jashtme, qoftë qeveria, qoftë kuvendi, qoftë dhe presidenca. Të operoj shteti me një raport mirë të përgatitur profesional. Mbi shtetasit e vet. Para si gjithashtu mbi shtetasit e vet. Nëse u shkilën drejtat dhe lirit themelore të njeriut, e që ka me bollëk aso gjetje në gjithë këtë proces. Në dokumentar, Ridvan. A i shtashur, ministri jashtëm, detyrë zyrtare të reagoj bashkë me instrumenta tjerë shtetëror. Avokati nderuar, Naim Qelaj, tregon se ka përgatitur një raport për gjithë shka, që ka vure në gjykat, për shqetësimet, për padrejtësit, për shkeljet, ja ka dorëzuar Kuvendit, dhe Kuvendi kur s'është marrë me atë gjë. Në fjok ka futur. Është dorëzuar, pranu raporti, e pranum, thot raportin e avokatit popullit Kosovës, e miratojmë në heshtjen e në mënyrë,
Por nuk është lexuar dhe nuk është kaluar raportin kuptimin studimor të fjalës, edhe në kuptimin politik, edhe në kuptimin juridik, që Parlamenti i Kosovës të marrë veprime tjera, diplomatike në kuptimin ndërkombëtar të fjalës. Domethënë, diplomacia parlamentare ka qenë e heshtur, sepse diplomacia parlamentare duke takuar kolegë në vendet të respektive. Human Rights Watch. Ka mund të bëj diçka. Organizata të ngjashme si motra që janë të fuqishme në Evropë do të mund të angazhoheshin me kërkesë shtetit Kosovës për ta bënë një gjë, që ta observojnë, monitorojnë pakten gjitha proceset, nxjerrin raporte kredibile mbi një proces të komplementuar drejtësisë, të vlerësuar si tillë edhe nga vetë zoti Rama, edhe zoti Kurti nuk flet fare. Kush bëri më shumë, Kosova apo Shqipëria, për ta lartmu botën mbi standardet e komplementuara të këtij procesi? Për fat e keq, Kosova ka qenë e heshtur, siç e thash. Shqipëria është munduar, sepse ju e dini, rezoluta e Këshillit Evropës ka detyruar që hetimet të bëhen edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, për shkak se Shqipëria ishte në thonjza vendi i krimit, ku bëhej transplanti, pastaj transporti afër fushkrujes në aeroport e tjerë. Dhe këto të gjitha kanë qenë, domethënë, konstrukcione të mirë filta të shërbimeve sekrete slave. Shqipëria më vonë e ka kuptuar se dhe deputetet e Shqipërisë në Këshillin e Evropës kanë votuar pro raportit të Dick Martit. Fatkeqësisht, 2-3 kanë qenë kundër. Tash nuk po du të përmend emrat as subjektet politike që janë përfaqësuar nga Shqipëria në Këshill të Evropës. Por kanë votuar pro raportit. Kryeministri Rama ka qenë më këmbgulsi edhe në takimet qoftë bilaterale, qoftë multilaterale, konferenca ndryshme, organizime ndryshme, por ajo që ka qenë më fuqishmja, siç e thash më herët, ka qenë kërkesa e tij që dokumenti i Dick Martit, i formsuar edhe i formalizuar përmes një rezolute që detyronte edhe Shqipërinë dhe Kosovës të lejonin hetimet, ai kërkonte që ajo të abrogohet, të shpallet null. Pavlefshëm, po. Po, e pavlefshme. Kjo nuk ndodhi. Këtë Edi Rama e bëri në prag të asaj që prite që edhe Kosova të bëhet antare. Ishte një fjalim fenomenal dhe u dorëtrokit nga ansambleistët e Ansamblesë Përgjithshme të Këshillit të Evropës. Unë besoj që shteti shqiptar në linja ex officio. Para nesh po ndodh turp, ju thamë, në prania këtu, dhe nuk ka kursyer asnjë fjalë zoti Rama. Po, edhe sot e gjithë ditën ai e ka të njëjtin vokabular për sa i përket gjykatës speciale të Kosovës në Hag. Ai unë mendoj se ndoshta për hir të konfidencialitetit në komunikim me palët e treta, unë mendoj se ai ka bërë punë të mëdha. Tash do t'i presim të rezultatet. Ku kam një optimizëm unë? Nëse i keni ndjekur me vëmendje pyetjet që i bënin gjyqtarët e panelit të kësaj gjykate, pas fjalëve përfundimtare të prokurorisë dhe të mbrojtësve, pyetjet që i bënin drejtim prokurorisë ishin, domethënë, pyetje që lenin me nënkuptu se paneli gjyqësor ka shumë vërejtje në atë çfarë ata kanë prezantuar ose kanë arsyetuar ose janë munduar të arsytojnë. Njëti panel shkeli drejtat e. Po, fillimisht ka shkel, po me pyetjet e fundit që ju bën prokurorëve, pasi ata përfundojnë fjalën përfundimtare, lënë me nënkuptu se këta nuk do të golltisin gjithçka që ata kanë depozituar si prova. Pavarësisht se ato prova nuk janë faktuar. Pavarësisht se barra e tyre nuk është provuar as përmes dëshmitarëve, as përmes provave të ashtuquajtura shkresore, se edhe ato kërkojnë, domethënë, një konfrontim me atë çfarë mbrojtja mund t'i kundërvihet atyre provave. Kjo s'ka ndodhur, sidomos me ata dëshmitarë që kanë depozituar dhe nuk kanë ardhur gjykatore për të marrë kundërpyetjet e mbrojtësve të pandehurve. Kjo, domethënë, në një mënyrë mund të sjellë një akt gjykim lirus, shfaqësues, edhe shterrus në kuptimin e sqarimit, normalisht për të hedhur poshtë çdo akuzë e cila nuk i takon këtij niveli dhe këtij standardi të një gjykate, e cila drejtohet edhe udhëhiqet nga emrat e njohur të jurisprudencës, qoftë vendeve perëndimore, kryesisht vendeve perëndimore, por ndoshta edhe ka qenë ide që të shterrohen këta, le të nxjerrin të gjitha këto palara
insinuata, stisje, falsifikime që i ka bërë prokuroria serbe dhe që e ka furnizuar prokurorin dhe prokuroria i ka marrë për fat keq të mirë qena, që ato ti në vlerësoj edhe te jure që thuhet, të thotë se lufta e UÇK-s ka qenë luftë e drejtë, luftë e natyrshme dhe liderët e saj kanë qenë në krye të një organizate guerrilje të mirëfillt, e cila nuk ka pasur premisat e një ushtrie konvencionale, sepse ai që e ka marrë armën, se cilin e zonën e vetë, ai nuk e ka ditë as kanë e ka komandant, as kush është përfaqësuesi politik, ai ka marrë armën për të mbrojtur shtëpinë, për të mbrojtur fshatin, për të mbrojtur lagjen. Kjo është vërtetuar nga dëshmitarët britanik dhe amerikan. James Rubin, Clark, Sean Burns, Christopher Hill, konjunktura politike dhe ushtarake kohës që kishte bashkëpunuar nga afër dhe para se të bashkëpunonte kishte vënësit mirë nga edhe ideologjinë edhe strukturën, kush ishte UÇK dhe pastaj kishte vendosur ndërtoj pakt aleancë për të vizur matutje mbi kauzën e lirisë. Biles prokuroria doli çesharake kur tha në fjalën përfundimtare se Hashim Thaçi ka arritur të mashtroj edhe Amerikanët edhe Evropianët. Si mund të mashtron taj kur NATO-ja, mos mendoni që NATO-ja vendosi me 24 mars, NATO-ja është para pregaditur që 97, 98, kanë bërë ato një lloj studimi, një lloj parashikimi, në ato informacione nuk i kemi, por si do të mund NATO-ja të mbështeste një organizat çlirimtare, nëse ato do të ishin terroristë, nëse ato do të urdhronin vrasje, nëse ato do të urdhronin ku ta dyne çfarë gjëje që ka menduar prokuroria. Që shkelin standardet perëndimore. Këtë thot edhe Wesley Clark. Po ta kishim ne këtë informacion dhe ne kishim informacion të mirëfillt. Do të thonë informacion të mirëfillt, jo informacion kështu me tnime ose me thanme. Të shoshitur mirë. Kjo nuk do të ndodhte, domethënë. Edhe thotaj, NATO-ja do të kishte krejt pozicion tjetër. Kjo është një dëshmie, një personazhi kyç në një situatë kur Kosova, domethënë, rrezikoi të bëjë tokë e djegur. Dhe NATO-ja në emër të së drejtës humanitare e tjerë, në emër të një klauzole atje të kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara kanë ndërhyrë edhe pa pëlqimin e Këshillit të Sigurimit. Është sikur një pacient që shkon në emergjencë, pa i bërë analiza, do ta operosh, pastaj ja bën analizë sa i mund të vdes. Edhe kjo e drejt i takon NATO-s të ndërhyj atje ku rrezikohet siguria kombëtare dhe pastaj procedurat ndiqen më vonë. Dokumentari akuzat nuk qëndrojnë, transmetohet premier të premten në kineman ABS në Prishtinë në ora 19, ftojmë secilin që të ndjek të dokumentar premier me një përmbajtje të gjitha atyre zërave që kanë observu në detajshëm procesin e tribunalit gjykatës speciale atje, ku në bank të akuzuar jenë Thaçi dhe tjerët. Shfrytëzoj këtë rast, tiptoj, po them, këtë që të ndjek këtë dokumentar, të ndjek dhe në transmitim të ne në TV Arbëria, kemi kënaqësinë ta transmetojmë Aslan. Faleminderit. Si kundër dhe platforma tjera televizive dhe për fund do doja të komentoni pak pikpamje s'po them personale, po si gazetare, ke intervistuar Zotin Thaçi me njerë pasi është kthyer nga Rambuje. Si rruktoi për juaj gjatë luftës, pas luftës dhe ku ndodhese? Fatim dhe privilegj për një gazetar është normalisht që të marrë pjesë në një ngjarje siç ka qenë konferenca e Rambujes. Unë kam marrë pjesë në 2 raundet. Edhe e kam ndjekur nga afër, domethënë, konferencën e Rambujes. Gazetarët kanë qenë, domethënë, të pamundur të jenë brenda në kështjell, por kam pasur fatën që të banoj në të njëjtin hotel ku ishin këshilltarët e delegacionit tonë. Dhe numri i këshilltarëve të delegacionit tonë ishte goxha i madh dhe këshilltarët tanë edhe këshilloheshin nga amerikan dhe britanik. Njëri prej tyre ka dëshmuar edhe në gjykatën e Hagës, Powell Williamson. Domethënë ishte një jurist par excellence, sot më kujtohet kur diskutoheshin nga trupa e këshilltarëve tanë, kujdeseshin këtë presje. Në fjalim ose vendostu se merr konotacion tjetër dhe mund të kalojë 100 vjet dhe nuk mund të riktheheni në këtë pozicion kuptimin e së drejtës së një shteti.
Domethënë ishin këshilltar të mirë fillt. Dhe merita e Hashim Thaqit, që ishte relativisht i ri në atë kohë, është se ky ka këmbgulur që në Rambuje, pavarësisht se nga Rambujeja nuk prite që ajo ta legjitimoj pavarësinë e Kosovës. Por që në Rambuje ky ka kërkuar 3 herë, sa herë është takuar me sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, që pavarësia është kushti i vetëm pse jemi në këtu. Dhe merita e Thaqit është se e pranon këtë edhe Madeleine Albright, thot unë e dëgjova këtë përfaqësues politik të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, ishte këmbgulës dhe arrita thot të bindi edhe kolegët e mi britanik, ishte Cook, Robin Cook, edhe ministrin e jashtëm francez Vedrin, Hubert Vedrin, po, që të fusim thot një klauzol dhe ajo klauzol figuron në dokumentin e Rambujes, unë e kam dokumentin në shtëpi, në origjinal, që do tjetë thot bashkësia ndërkombëtare dhe këtu do me thënë është ajo e mira që dokumenti i Rambujes pastaj pasot me dokumentin atisarit, deklaratën e pavarësisë, shpalljen e pavarësisë, sepse atje është një klauzul. I kanë mirë menduar gjërat. I kanë mirë menduar, pavarësisht se në lexim të parë ti thu, jo më, kur gjës po përfitojmë na. Se po ngelim në sovranitetin e Jugosllavisë së atëhershme, Serbi Malizi. Ata e kishin ditur sakt se çdo të bënte Milošević. Miloševići prandaj nuk e nënshkrujti. Ai dërgoi atje një delegacion, siç thuhet, të parancishëm. Milutinović erdhi një herë dy, të tjerët ishin do me thënë të parancishëm kuptimin edhe politik, edhe diplomatik, edhe të vendimarrjes. Dhe klauzolat që thotë se bashkësia ndërkombëtare do t'jetë ajo që do ta testoj vullnetin e qytetarëve për të ardhmen e Kosovës, ku nuk specifikoja do t'jetë pavarësia, do t'jetë bashkim kombëtar, ishte shumë domethënëse për hapat pas rëndes që do ndodhen dhe erdhi. Bombardimet e natës. Unë e kom intervistuar zotin Thaqit ditën kur është nënshkruar marrëveshja me 18, jo në aeroport kjo që është parë në publik, me 18 është informacioni klasifikuar. Kështu jemi marrëvesh në atë kohë, por ka vlera. E kam intervistuar në selin e ambasadës shqiptare për pas nënshkrimit pritjen që bëri ambasadori atëhershëm. Domethënë edhe Thaçi aty flet, domethënë, me letra të hapura. Ajo intervista është arkivuar, vjen koha kur transmetohet. Se ka të bëj edhe me relata më të gjera se brenda kopertinës kombëtare, por më vonë kjo kur transmetohet, ndaluar të transmetohet. Jo është ndaluar, por është e klasifikuar. Ndaluar me mos klasifikimi. Ndaluar me po e them për herë të parë ndoshta publikisht, unë kam qenë i ftuar para 12 vitesh nga hetuesit e Hagës. E kam njoftuar në atë kohë drejtorin e përgjithshëm të Radio Televizionit Kosovës, se jam i ftuar, por s'kam pranuar të bëhet publike. 3 herë jam ftuar në prill, maj, në qershor, edhe më kanë pyetur për disa lajme që i kam transmetuar unë si përgjegjës i lajmeve pranë Radio Televizionit Shqiptar të kohës së luftës, por lajmet që janë me ndjeshmëri, sipas ligjit shtetit shqiptar, mbi klasifikimin e informacionit janë të klasifikuara. Dhe kur më pyesnin mua këta hetuesit që donin ndoshta të më përgatisnin për dëshmitar të prokurorisë, unë thirresha në ligjin mbi klasifikimin e informacionit. Qëllimi i tyre ishte ishte dëshmitari i prokurorisë. Ajo ishte për të dëshmuar për cilat ngjarje aslan? Për lajme të ndryshme, masakra, ta diunë kush burimet e informacionit, tashmë mbron kushtetuta edhe e Kosovës dhe Shqipërisë, se jam me 2 shtetësi që si gazetar kam drejt mos e tregoj burimin. Ju refuzuat jeni dëshmitari mbrojturi i prokurorisë? Unë me përgjigjet e mia refuzova. Jo në kuptimin taksativ, verbal kështu, por në kuptimin sepse unë ju thash, nëse ju zotëri që po më pyesni për këto lajme, edhe në kushte normale, unë sot nuk do t'i publikoj detajet për shkak se kanë ndjeshmëri dhe mund të shkaktohet një problem më i madh se çka ndodh në luftë. Dhe kështu është metodologjikisht po ndiqet. Nëse thash ti ke jetë edhe 50 vite dhe unë, më thret atëherë thash ta tregoj burimin e informacionit, se mund të mos ketë pasoja. Si u përzgjidhen? Unë u thira në ligjin për klasifikimin e informacionit, në atë çfarë kushtetuta me aktet e veta nënligjore e mbron gazetarin që të mos tregoj burimin e informacionit, dhe Karta e Këshillit të Evropës të njëjtën gjë e garanton për mediat,
Kështu që unë nuk dhash detaje dhe fat mirësisht për veten time, shpëtova që të mos jem dëshmitar. Dhe po të isha dëshmitar, normalisht, këto gjëra do t'i thoj edhe në gjykatore. E më kupto? Unë mendoj se një numër dëshmitarësh të prokurorisë, të cilët edhe në dëshmit e tyre, pavarësisht se kanë qenë dëshmitar prokurorisë, kanë treguar për kushtimin, kanë treguar vërtetësinë e asaj çfarë është lufta shkrimtare. Mirë, po me disa përgjigje, ata kanë ra prej ose kanë ra në lajthitje të pretendimeve qëllimta të prokurorisë që ata t'i vente në lajthitje dhe në përgjigje të cilat nuk shkonin në favorin e të akuzuarve. Apo 3? 3 herë jam intervistuar këtu në Prishtinë. Unë isha në Tiranë atëherë, isha gazetar që punoja për Radio Televizionin e Kosovës, ku marr ftesë me detyrim paraqitje. Nuk e kom bërë publike në media që me thanë unë e uftova, do ta mbroju që këna në këndesu që këja mbron vetveten, etj. Por për shkak se kom pas një pozicion të ndishëm në kohën e luftës, bëri më thirrë në një libër se më pyeti një prokuror, hetuesi i parë ka qenë hungarez, i dyti ka qenë austriak, i treti norvegjez. Tha ti në disa lajme thanë në Radio Televizion Shqiptare ke quajtur Serbin agresor. Kush je tha ti? Thash agresor është pak, thash që i kom quajt. Qëto jam prej Kazakistanit. Jo. A keni thirr, am thirrë si të Kazakistanit, am thirrë si shqiptar të Kosovës. E kom quajt thash pak agresor. Po. Thash nëse ju e merrni thash teorinë e propagandës së luftës të profesorit të Universitetit Miami, Serge Matjes, që ka 600 faqe, ju do ta shihni thash shumë mirë çfarë do të thotë të ndërtosh lajm në kushtet të luftës. Unë si thash gazetar i akredituar i ndonjë agjencie jashtë trojve shqiptare. Unë isha shqiptar i Kosovës që mbroja ideologjin, idenë, projektin, aspiratën e lirisë dhe të luftës që bënte ushtria çlimtare e Kosovës. Populli i Kosovës. Mos kërko thash ti mund neutralitet. Lexoje thash këtë libër, edhe ti do ta kuptosh se e kam bërë informacionin. Thash po t'jap një shembull. Kur kom punuar thash në radiokraci, ne kemi bërë një specializim për gazetari lufte thash atje, na instruktojshin thash edhe amerikanët edhe gjermanët. Për shembull, ja thash po të tham një shembull, ha ma trego. Për shembull unë jepja lajmin të paqen. Një siti subversiv ushtarak i ushtrisë kroate, para pak qastesh të ndëruar dëgjues, është futur në kazermen e ushtrisë armike. Ka vrarë 10 ushtar armiq, ka konfiskuar kaq armë dhe municione. Pse jepet thash ky lajm? Jepet sepse lajmet e radios sime ose radios së armikut i dëgjoj edhe unë i dëgjon dhe ai. Dhe ata mund thonë, edhe mund të jetë gënjeshtër, po more mos vallë në fut, edhe i nxjerrin mbrojtuesi dhe ushtria kroate në këtë rast e kupton ku i kanë pozicionet, ti e ndihmon. Edhe ja filloi të qesha hetuesi. Dhe pastaj mos më kanë thirr fare. Fare hiç. Jo. Nuk urdh vetëm që Jo, ata bën përpjekje që të hapen. Të tregoj, unë i dhash një shembull teorik. Të ofrojnë se si bëhet një lajm ndonjë gjë kushtet të luftës. Prandaj gjitha komunikatat që alikoheshin këtu në rastin e gjykatës speciale, ato kanë pas, e thot Sean Burns, kanë pas karakter të propagandës të luftës dhe të marrëdhënies me publikun. Ti nuk mund të thush, o publik, na vran, na mbyten, ikni. Jo, ti do t'i motivosh, ti nxitesh, ti frymëzosh. Domethënë, kjo është atmosfera që krijohet në kushte lufte. Në kushte paqe, normalisht gazetari do të jetë i paanshëm, shfrytëzoj burimet edhe këtej edhe andej, edhe publiku pastaj ta vlerësoj. Edhe në kohë lufte duhet të raportoj për të vërtetën. Normalisht, edhe për të vërtetën. Edhe për të vërtetën. Edhe për të vërtetën. Po në luftë pat edhe propagandë. Ka edhe këtë segment, por e vërteta duhet të jetë prioritet betejë e madhe e pikërisht. Mirë po, në luftë do ta kesh parasysh që ti nuk guxon të transmetosh lajme që mund ta vejnë në depresion. As popullatën civile, as ata që janë në armë, por lajme që frymëzojnë, që inspirojnë dhe motivojnë. Në rrethonat e okupimit klasik që ka qenë Kosova, ky lloj raportimi i ka shërby mirëmbajtjes së moralit madh publik. Qartë. Për të mos hequr dorë nga kauza për liri. Falenderoj shumë edhe një herë. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë për mundësinë, suksese juve. Aslan, falenderoj shumë për kohën që gjeti të jesh me mund ndave pjesë edhe të rëndësishme se çfarë than akademik Bajrami në dokumentaren që transmetohet premier Kinemana BS në ora 19 këtë të premte. Ftojmë edhe një herë, këdo që të vje aty për ta parë nga afër, por mund ta ndjek natyrisht edhe në
platforma televizive si të ne këtu, besoj edhe në të tjera televizione. Faleminderit shumë. Faleminderit, suksese juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.